Përplasjet mes partive të bllokut të Maqedonisë nuk kanë të ndalur, ku sot ata kanë fajsuar njëra tjetrën se kush po e bllokon rrugën drejt Bashkimit Evropian. Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Timço Mucunski, kuadri VMRO DPMN-s, kërkoi mbështetje nga opozita për miratimin e ligjeve kyçe që lidhen me reformat evropiane, duke theksuar se pa marrëveshje në Kuvend nuk do të mund të realizohet plotësisht qasjet në fondet evropiane. Sipas tij, ndër çështjet më të rëndësishme janë ndryshimet në kodin zgjedhor dhe reformat në sistemin e drejtësisë, për të cilat nevojitet harmonizim më i gjerë politik dhe mbështetje me 2/3 e votave. Ai theksoi se ndryshimet ligjore janë kyçe dhe do të ndikojnë drejt për drejtë në kredibilitetin e shtetit, sundimin e ligjit dhe shfrytëzimin e fondeve evropiane. Çdo bllokim, zvarritje apo politizimi i këtyre proceseve nuk është goditje ndaj qeverisë, por ndaj perspektivës europiane të shtetit dhe interesave të qytetarëve të Maqedonisë. Nëse opozita çdo ditë mban konferenca për shtyp dhe thotë se nuk ka asgjë më të rëndësishme se BE-ja dhe se duhet të shfrytëzojmë fondet, por në praktik nuk i mbështet ligjet europiane, atëherë përfundimi është i qartë. Ndërkaq, nga ana tjetër, lideri i opozitës Venko Filipçe vlerëson se qeveria nuk dëshiron reforma për Bashkimin Evropian. Ai madje pyet publikisht se çfarë ka bërë qeveria gjatë 2 viteve të fundit për përmbushjen e agjendës reformuese. Timço Mucunski nuk dëshiron reforma për Europën. Reforma nënkuptojnë ndryshime kushtetuese, fillim të negociatave dhe hapje të kapitujve për BE-n. Kjo është rruga e vërtetë përpara. Nëse nuk duan, le të largohen, sepse do të mbajnë përgjegjësi. Sot e njëjta strukturë politike që dikur kritikonte integrimin evropian dhe NATO-n, tani po i pranon ato politika, duke treguar kontradikta në qëndrimet e saj. Filipçe theksoi gjithashtu se procesi evropian është e penguar nga interesa politike dhe korruptive, ndërsa shtoi se Bashkimi Evropian sjell institucione të pavarura, sundim të ligjit dhe luftë kundër korrupsionit, gjë që sipas tij disa struktura politike në vend nuk e duan.